po mas pari prej pavarësisë se në vazhdimsi kur Kosova s'ka pas problem me zgjedhjen e presidentit. Do të thotë ai ka një mision caktuar, domethënë ai ka një mision caktuar që me na mbajt, me na mbajt mbrapa të gjithave, edhe në fund kur tërhiqet Kosova me met që një oazë e mbrapa metën e një oazë kur gjë s'ka mujt me më rri. Është mëkat ndaj atyne se e kanë edhe unë po çuditna me ata. Me pjesën kryesore, po sidomos me ata që kanë dhënë gjithçka për këtë Kosovë, qysh po munen me duru, qysh po munen parlament, qysh po munen me negocu me ton kur e dinë që fundi është gjithë i njëjtë. Fundi i tina është mos me mrri kur një marrëveshje, ai don me instalu opozita as nuk duhet të pranoj takim të ketë me Albin Kurtin, apo? Jo, po duhet në parlament kur mbahen mbledhjet, kur mbahen seanca, duhet me jo na shkollën çka ka bo ky, se nuk janë tillë, po s'duhet me lënë as me fol, as me kësi, as hiç. Ai po don me shndru Kosovën një diktaturë të shteteve neokomuniste të Amerikës Latine. Gjithkush, ai që e ka përcjell, ai që e din, e përcjell, është e pamundur me i bë gjitha këtu. Gjitha këtu, prej Rambujes e deri sot, gjithë kundër çdo përparimi të Kosovës. Edhe me na e zgjedh, edhe diaspora, që s'kan lidhje me jetën tonë këtu, me janë ndihmu, me thonë hajt, t'ja u shkatrojmë frytet e lirisë. E kena prit një liri me 1000 vjet, e kena prit një shtet me 1000 vjet, edhe sot me na e rreziku për teket e dikujt. Po. Mirë, faleminderit. Faleminderit.